Vitet Në fshat? Në fshat vitet mi. S'kishit drita? Jo, Në fillim s'kishna drita. Dritat kanë në 67. Në 67. Nuk kishna drita. Dritat kanë në 67. Marrova shkollën 7 vjeçare, masa ne, si veni varë, ashtu shkryshna nga për nërmore shtetërore. Në qërë viti fillove punë ti? Punë në 68-ën. 68-ën, i bje ke qënë 17 vjeç. Në 68-ën fillova punë, masa ne na shumë... Qërë punë e ke bërë? Po, në 68-ën mosha jonë ishin na si tip kamajera, shu që ishna uj, punëtorve, si puneshin në rrugë. Punoj në rrugë? Puneshin në rrugë dhe moshat e reje mershin, që është në uj, mesh në ushqimin të... Ndimojet e kjo ndërmarje e shtrimit rrugëve? Puneshin me te hap rrugë, me leopator, te hap rrugë të reja. Dhe mosh në reje mershin me mushu uj, me bone i punë të letër. Masanen, na shunë hidrocentral, Fierës. Ati... Sa vjetë shkove në hidrocentral? 21 vjeç. 21 vjeç. Po, si ishte hidrocentrali ndryshe nga? Po, hidrocentrali në shunë ati me një profil pune, se duhet me bo një plasje masive, për u dushin 5.000 metra kub, gurë, për me zandikën e hidrocentralit. Atje punum 2 vjetë në, duke bo tunele nga 100 metre, thella, me gjepa onash, edhe futëshin makinat, saurelat me 8 ton, mrenë shkarkoj me shkarkim me dinamit. I vendosje ti dinamitët? E shkarkoj të makina. Ate duke bon... Po ti vetëm bëje plasje? Jo, bëshna plasje, noj vendosna dinamitin, hecna me plasje, me minë, ma shta. Ate në nodhe një fatkesinë, nuk unë ez një minë, ja di shokët mi vdishën, unë fali zoti, sojt mi prishi, po... Fali zoti... Vetëm ti humbe vetëm shikimin? Ve shikimin. Ja di u dëmë tonë shumë. U bon plasja masive, 5.000 metra kub. Po ju hodhi largë, kur ndodhi plasja? U largum largë. Po, ju për plasje, ju hodhi largë? Ja, e kishna afer plasjen e minës, se bëjshna me dorë. Si e bëja me dorë plasjen e minës? Po e mushna dinamitin me dorë. Po. Edhe ajo nuk kështë e plasë, në edishna se ka plasë. Dhe ju shkutu afruar? Në shkum, jo afruar, po të e punun të. Nuk edishna se s'ka plasë. Edhe në plasin dorë, nuk edishna se s'ka plasë mina. Sa vjeç ishin shokët që vdishën? Ishëm 24 vjeç. 24 vjeç. Ti të more ti humbe vetëm shikimin. Qa të thamë prindrit kur shkove këshu? Prindit? Po. Qa të thëshin prindit shkë? Ata e dinin që ju kur shkonin këshu shkonit me rrezik? Po e dishim për se ishna në rrezik atje. Shkova edhe operovan Tiron. Në është atje u prishket një. Përfundum kesh, përfundimisht. Qërë thanë mjekët pastaj? Po mjekët më dhanë një drejt punë, dhe më në 8 orë punë, 6 orë në i pagujt e shteti, invalid, bërkot, invalid. Dhe më thënë, ti që 21 vjeç ti ke qenë invalid? Invalid. Që ishë 25. 25. Në 75. Që në 75. Po, invalid. Ti që nga 75 nuk punove më kur ta më? Po, së në punoj fa dot, jo se s'dojf. Nuk shifësha. Jo se s'isha i fuqin. Po mjekët që të thasë, të kthej shikimi më do? Mjekët, ja, erdhe operovan Tiran, ja, ta nuk kthej. Sa shikon? Shikon tani ndonjë? Po, këm pas shiku pak. Po? Shikuesha pak. Po u garku shumë, se njëni s'punojt, edhe u lodhë dhe njëri së. Unë kurohem 4 herë në ditë, me iljashe nga tensioni, për shumë se e kam... Po, për gjimnazi si a bërë, që ne u riktheve në gjimnazi? Kur erdhe në Kamës ti njerë nga kursi? Unë e ku marrë në Kamës 90-ën. Në 90-ën? Po. Mësa ne... Që ne erdhe në 90-ën? Pse erdhe? Po, pse? Pa erdhëm si gjithë të erdhë. Nuk pëlqevu ma atje në Kukës? Po, jo se së më pëlqevu atje, po u shkatërru. Së di, u prish puna. U prish puna? S'kishte më punë? Ja, punë, jo, ne u shkatërru. Po si a bërë, kur erdhe këtu, ishte e vështirë?